Shkupi në 2 spitale u bë me 3 fëmijë të parë të lindur në vitin 2026. Një vajzë erdhi në jetë saktësisht në mesnat me prerje cezariane në qendrën klinike, ndërsa 2 vajza binjake po ashtu me prerje cezariane lindën në ginekologjin Çajir. Të dyja lokacionet ishin një mundësi e mirë për fotografi të 2 fishta të politikanëve dhe për dhënien e dhuratave të 2 fishta që ata i ndanë. Natyrisht ngjarja e 2 fisht ishte mundësi që ata që nuk dhanë deklarat në njërin vend të thonë 2-3 fjalë në vendin tjetër, por më e rëndësishmja është se nënat dhe fëmijët janë mirë. Vajza e parë është me peshë trupore 2 kg e 570 gram, 47 cm gjatësi. Foshnja e dytë është me peshë trupore 2 kg e 10 gram me gjatësi prej 43 cm. Edhe foshnjat edhe nëna gëzojnë një shëndet shumë të bukur. Zato Евгения беше родена со царски рез, тешка беше 2 кг и 800 грама, 48 сантими и Апгар скоро 8-9. Огромна благодарност до целата дежурна екипа предводена од примариус доктор Павловски кој што го изврши царскиот рез, до сите сестри, болничари, техничари кои што учествуваа и кои што придонесоа породувањето да се изреализира онака како што треба. Денеска пациентката е сместена на оделот за поерпериум, се чувствува добра, ја видевме, ја посетивме горе и се надеваме за многу брзо ќе ги спратиме дома и ќе имаат прекрасни моменти целосно семејство. Nëna e binjakëve është 26 vjeçe, ndërsa nëna e foshnjës së lindur në qendrën klinike është 38 vjeçe. Ndërkohë, politikanët janë të gëzuar që fëmijët e parë të këtij viti janë vajza. Për ta, kjo do të thotë pjellori dhe begati, dhe për këtë arsye besojnë dhe na sigurojnë se viti 2026 do të jetë një vit i mirë për të gjithë ne. Në traditën tonë, vajzat janë një mirëqenie për shoqërinë, kështu që uroj që 2026 të jetë vit i mirëqenies. Ne si Ministri e Shëndetësisë do të investojmë në infrastrukturë me qëllim që të rritë të kenë një shëndetësi e cila do të përgjigjet në kohë, një shëndetësi e cila do të ketë infrastrukturë kompatibile me nevojat e qytetarëve. Edhe si Ministri ne duhet të bëjmë pamundurën në mënyrë që të u krijojmë hapësira, mundësi dhe kushte të veçanta për ato filluar nga qerdhet për fëmijë e deri tek arsimimi e tyre dhe në fund punësimin e tyre. Nga vetë fakti që vinë nga gjitha qytetet pra në ginekologjinë e Çajirit tregon për seriozitetin e punës dhe suksesin që e kanë. Ne jemi këtu për mbështetjet të spitalit. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orse Gjorgjevski, në mënyrë tradicionale u dorëzoi dhuratat e vitit të ri nënave dhe foshnjave. Sipas tij, nuk ka asgjë të çuditshme që ai është kryetari një qyteti ku kemi 2, në këtë rast 3, foshnja të para të lindura në vitin e ri. Така што јас многу повеќе, како може да се каже релативно представник на помладата генерација политичари во државата, се трудам да се фокусираме на она што се реални проблеми, не на фикции кои што во минатото некој ги создал за сето тоа да прави политики. Ndryshe mbrëm u vazhdua tradita që foshnjat e para të vinë në jetë me prerje cezariane. Kjo nuk është vetëm nevojë mjekësore, por në dekadën e fundit po bëhet gjithnjë më shumë. Kushtimisht thënë, modë dhe Maqedonia është seriozisht mbi mesatarën botërore për këtë lloj lindjeje. Këtë e kanë vërtetuar mjekët dhe kanë filluar të kërkojnë zgjidhje. Имаме апел дадено до Сдруженијето за обстетричари и гинеколози, каде што треба да се повикаат сите менаџери на другите родилишта, како и на приватните болници, и каде што треба еден консензус да се донесе за оние индикации, што мислам дека ќе ги поттикнеме и самите здруженија ќе поработат на тоа. Qëllimi është që në të ardhmen mjekët informojnë gratë shtatzëna për pasojat e prerjes cezariane dhe se për këtë arsye është rinovuar edukimi i nënave të ardhshme për lindje natyrale pa dhimbje. Ndryshe, mesatarja botërore e lindjeve me prerje cezariane për një kohë të gjatë ishte rreth 15%, por kohët e fundit është rritur dhe është rreth 21%, me tendencë që t'i afrohet 30%. Në Maqedoni, kjo mesatare është 38%, por ka hulumtime që tregojnë se kjo po i afrohet 41% të gjitha lindjeve që realizohen me prerje cezariane.